Izraeli ka ndërmarrë një ofensivë të fuqishme ajrore në rripin e Gazës, si dhe në jug të Libanit dhe Sirisë, duke goditur objektivat e Hamasit dhe grupeve të tjera ekstremiste të mbështetura nga Irani. Sipas ushtrisë izraelite, këto sulme synonin të parandalonin sulme terroriste dhe të dobësonin infrastrukturën e grupeve të armatosura. Kryeministri Benjamin Netanyahu deklaroi se Izraeli nuk do të ndalë veprimet ushtarake derisa Hamasi të lirojë të gjithë pengjet dhe të pranojë një marrëveshje të re për një armpushim. Nga ky moment, ne do të përdorim të gjithë forcën tonë kundër Hamasit, thuhet në deklaratën zyrtare të qeverisë izraelite. Sulmet kanë shkaktuar mbi 326 viktima në Gazë, përfshirë gra dhe fëmijë, sipas burimeve mjekësore palestineze, duke rritur shqetësimet për një krizë humanitare dhe një përshkallëzim të mëtejshëm të dhunës në rajon. Ushtria izraelite konfirmoi gjithashtu se ka kryer sulme në Libanin Jugor dhe në Sirinë Jugore, duke synuar lider dhe komandant të Hamasit, si dhe infrastrukturën ushtarake të grupit. Nga ana tjetër, Shtëpia e Bardhë është konsultuar me Izraelin për sulmet e fundit dhe ka shprehur mbështetje për qëndrimin e tij. Zëdhënësja e Shtëpisë së Bardhë, Caroline Leavitt, paralajmëroi se të gjithë ata që synojnë të kërcënojnë Izraelin dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të përballen me pasoje të ashpra, duke theksuar se do të shpërthejë ferri. Ndërkohë, Hamasi ka akuzuar Izraelin për prishjen e jashtme të armpushimit, duke vënë në rrezik jetën e pengjeve izraelite që ende mbahen në Gaza. Agjencia Reuters citoi një zyrtar të lartë të Hamasit, i cili deklaroi se veprimet e Izraelit minojnë çdo përpjekje për një zgjidhje diplomatike dhe mund të çojnë në një përshkallëzim të mëtejshëm të konfliktit. Në këtë klim tensioni, frika për një luftë të re në lindjen e mesme sa vjen e rritet.